parakalon këtu, Olimpiada e teatrit botror që zhvillohet në shkallaret e gurta dhe skenën antike, të japin mundësinë të bashkosh historinë më të sotmen. Të shohësh nga afër se si ato vlera universale, arti, kultura dhe bukuria emocionojnë njësoj si para 2500 vitesh edhe sot spektatorin. Ke rastin jo ta vizitosh një ditë dimri në vetmi teatrin e zhurmshëm, por në sezonin e verës, duke ullur në shkallaret e tij të gurta, siç janë ullur spektatorët në lashtësi për të ndjekur një komedi të Aristofanit ose të Eskilit, për të ndjekur Andromakën e Euripidit e të Rasinit. Kultura antike dhe e sotme janë afër nesh, mjafton të shikojmë dhe të afrohemi. Ata që janë pagzuar dhe për herë të parë shikojnë baptisterin e Butrindit, kuptojnë se kanë humbur një rast të veçantë, atë të pagzimit në pagzimorën e historisë e të vlerave të pavdekshme. Do mundeshin që ceremoninë hynore ta kishin kryer në pllakat e mermerta, ku të parët e qytetit të famshëm pagzonin fëmijët e tyre. Ai rast nuk paraqitet më, por paraqitet një rast tjetër, ai i vizitës tek baptisteri, tek një nga monumentet më të rëndësishme paleo-kristiane, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në Ballkan. Unë atë gjendet salla e pagzimit dhe 16 shtyllat prej graniti që mendohet se mbanin çatinë e objektit. Dyshemia është një mozaik i rrallë, i cili paraqet elemente të florës dhe faunës së zonës. Në mes të sallës së baptisterit, në mozaikun e saj, gjendet pema e Eukaristisë, një vazo me bistje rushi, 2 zogj të vegjël, 2 pallonj. Pas dite pas kthimit nga plazhet e pastra të Ksamilit të Sarandës, një vizitë në këtë mrekulli të kulturës është diçka e veçantë. Në vazhdim të baptisterit, takon bazilikën e madhe të qytetit, një kishë ndërtuar që në shekullin e 6 dhe riparuar në shekullin e 16. Ruhet mirë dhe përbën një monument të rëndësishëm në kompleksin arkeologjik të Butrindit. Hyrja për në pjesën e mbrojtur të qytetit, brenda Akropolit, mund të realizohet nga porta e tij, nga porta Skea ose e Liçenit, nga porta e Luanit e tjerë. Porta e Luanit, me gurin e gdhendur ku paraqitet Luani që shqyen një dëm, është një nga portat kryesore ku para se të ngjitesh në brendësitë e Akropolit, ke mundësinë të shikosh pusin e nimfave me mbishkrimin e Junias Rufina, mikesh e nimfave. Kalimi për në muzeun arkeologjik bëhet përmes temujve të ndryshëm. Kalaja veneciane në krye të Kodrës strehon dhe zyrave ambienteve të tjera të punës, muzeu në rrallë me objekte nga më të ndryshmet. Historia e Butrindit dhe e zonës më të gjerë takohet në këtë muze. Liçeni i Butrindit është një rast tjetër që duhet njohur e vozitur. Me një sipërfaqe prej 16 km2 dhe thellësi maksimale 25 metra, paraqet një rast të rrallë të një faune shumë të pasur detare. Peshë nga më të ndryshmit si koca, qefulli, levreku, gjelat e famshme të Vivarit, midjet, janë disa nga pasuritë e çmuara. Vizitori mund të dalë për gjueti me varka të ndryshme, ka rastin që të shijojë peshkun e freskët e midjet si prodhim i veçantë. Liçeni i Butrindit të ofron mundësinë jo vetëm të sodisësh, por edhe ta vozitësh atë, të dalësh në brigjet e tij, të takohesh me peshkun dhe midjen, të gjuash vetë. Liçeni lidhet me detin me anë të kanalit të Vivarit, me gjatësi 3.1 km dhe thellësi 6 deri 8 metra.
Qyteti antik i Foinikes shtrihet në kotrën me të njëjtin emër të Finiqit të sotëm. Ish kryeqendra e kanonisë antike Foinike, qyteti më i pasur dhe më i fortifikuar siç shkruan historianë e njohur Polibi, dallohet edhe sot për madhështinë dhe lavdinë e tij të dikurshme. Foinike, në vitin 233 para Krishtit, u bë kryeqyteti i lidhjes epirote dhe kishte nënvartësi e qytete të tjera si Onhesmi e Butrinti. Vapën që ndjeve për pak qaste kur vizitove Foiniken e lashtë, mund ta shuash më një herë pak më poshtë tek rrepet e Karahaxhit, ku freskia e natyrës dhe komoditeti që të ofrojnë lokalet e ndërtuara vitet e fundit janë mahnitsa. Asnjë vizitor nuk është larguar nga Saranda pa vizituar Ksamilin. Dhe bashkë me Ksamilin, tetraniset e njohura që nuk janë gjë tjetër veçse 4 ishuj shkëmbor, të vegjël e të mbuluar me bimësi. Gjiri i Ksamilit futet në tokë rreth 1.3 kilometra dhe ka një gjerësi në hyrje prej 2.6 kilometra. Stina e verës në Ksamil fillon nga fundi i prillit e zgjatet deri në shtator. Vera e gjatë të jep mundësinë që në Ksamil të gjesh shprehje dhe qetësinë në çdo stinë. Ksamili është dhe vendi më i ngrohtë i Shqipërisë, sepse merr sasinë më të madhe të rrezatimit diellor për njësinë e sipërfaqes se në çdo vend tjetër. Një vizitë e ishullt shkëmbor me skafe dhe varka që të presin në breg është një përvojë interesante. Ksamili të ofron veç bukurisë e virgjërisë së natyrës, kuzhinë me lloje të ndryshme prodhime deti, varietete të ndryshme dhe të veçanta, të përgatitura sidomos me memrakun e kuzhinierit. Ksamili është diku në mes, midis Sarandës dhe Butrintit, qytetit modern dhe antik. Të ofron plazhet e pastra, freskinë e detit, qetësinë karakteristike. Ka një vend që sarandiotët e emërtuan pasqyrat. Aq i pastër është uji, kaq të shëndritshëm janë gurët, sa pasqyrat natyrore janë bërë emër toponimi. Pra, një nga ditët e pushimeve duhet t'u kushtosh pasqyrave, dhe zoti harroni kurrë ato. Pak më tutje, në një gjitë të mbyllur dhe të mbrojtur, gjendet plazhi tërheqës i manastirit, mjaft i frekuentuar, sidomos nga pushuesit sarandiot e Gjirokastrit. Në gjirin e Kakomes mund të shkoni jo vetëm me skaf e varka nga Saranda, por edhe nëpërmjet rrugës automobilistike e Bregdetit që gjendet 4.5 km nga plazhi. Kakomeja të ofron një det dhe një plazh të pastër, ambiente shlotse në lokalet përreth që të servirin peshkun e freskët dhe të shijshëm të Kakomes së pasur. Pak më tutje janë dy plazhe mjaft interesante. Ato të Krorëzës me një burim uji të pishëm shumë të mirë dhe të ftohtë. Krorëza të mahnit me bukurinë e saj. Aty mund të ngresh një kamping të vogël, të ngopesh me erën dhe shijen e mishit apo peshku të pjekur në një skar, apo të mrekullohesh me perëndimin e diellit që vetëm në Krorëz mund ta shikosh.
Burimet e Bunecit, brigjet e Lukovës e Topiqerasit, rëra e Borshit dhe pastërtia e kaltërsia e pafundme e gjithë vijës bregdetare janë të pazëvendësueshme. Ujra të shumta si ato të burimeve të Borshit plotësojnë parajsën që do jetuar e që do prekur. Syri i kaltër është fjala për burimet e lumrit të Bistricës. Burimet e famshme që shpërthejnë në rrëzmalit të gjerë